shpërtuar të ardhmen lumturinë e tyre diku tjetër. E kuptoj. Ndërkohë, një tjetër gjë që po kalon pa u vënë shumë re, me që vdesim flasim për integrim këto kohë, po bëjnë dhe qeveria po fshihet në fakt pas turmës dhe fshehur mes shteteve të tjera në tarifat që ka vënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni një koment për këtë? Nuk kam në një analizë teleekonomike në raport me këtë çështje, por unë do të thosha që do të thënë Shqipëria, sepse këto tarifa janë tarifa reciproke të vendosur nga presidenti Trump. Në një kuadër të një partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria duhet të heqë dorë nga tarifat në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të përfitojë reciprocitetin në mënyrë që do të thonë mos ketë ndikim negativ në ekonominë shqiptare. Unë besoj që duhet parë me vëmendje një analizë ekonomike gjithë kjo situatë. Është një përplasje e re, është një situatë e cila do një analizë teleekonomike si për Shqipërinë edhe për Europën. Ndoshta efektet drejt për drejta mund mos jenë të tilla në ekonominë shqiptare që mund ngrenë shqetësim se flitej për një blerë, do të thonë prej miliona dollarësh e cila nuk di sa pesh mund të ketë në efekte ekonomike, por në raport me partnerët tanë e tjerë, ky është një problem jashtëzakonisht i madh i cili mund të efektojë qartë ekonominë shqiptare. Dhe për këtë duhet të një analizë më të saktë, do të thonë se ç'duhet dhe si duhet vepruar. Një kuriozitet kam me diu, që është skenar, ndaj duhet ta ngrem argumentin në absurd për të parë a qëndron. Fiton Rama në 11 maj. E zëm se njerëzit e besojnë për një moment. Mundësitë reale të kryeministrit për ta integruar vendin në Bashkimin Evropian, nëse qeverisë siç ka qeverisur 12 vite dhe besoj se nuk do të ndryshoj në vitin e 16 nga stili i tij qeverisjes. Sa janë? Cilat janë? Unë mendoj që do të thënë fitoria e Ramës do të thotë humbi absolute e shqiptarëve, kjo nuk diskutohet. Do të thënë është një rikthim në një kohë të errët të shoqërisë shqiptare në honet e do të thënë në një regjimi tërësisht autoritarist që ka të bëjë vetëm me pushtetin e disa individëve dhe qëllimin e tyre për përfitime dhe s'ka të bëjë me interesat e shqiptarëve. Kjo besoj është evidente. Sa gjasa ka që të ndodh. Unë mendoj që në Shqipëri problemi më i madh nuk është se votohet apo nuk votohet Edi Rama. Problemi më i madh në Shqipëri ka qenë dhe ngelet garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Edi Rama nuk ka fituar ndonjëherë, Edi Rama ka manipuluar dhe këto janë provat të cilat janë dhënë nëpërmjet raporteve të OSBE-Odirit. Prandaj mendoj që lëvizjet e fundit të opozitës drejt Bashkimit Evropian, por edhe drejt Shtetit të Bashkuara të Amerikës janë jashtëzakonisht të rëndësishme për ta ngritur këtë alarm për çështjen e zgjedhjeve të lira të ndershme përpara procesit zgjedhor. Dhe opozita ka detyrën për të marrë gjitha masat për të frenuar inkriminimin e zgjedhjeve, për të frenuar manipulimin e zgjedhjeve. Çdo gjë që bën Edi Rama sot si kryeministër është vetëm në efekte zgjedhore, në kundërshtim me ligjin. Partia Demokratike dhe opozita kanë përgatitur një raport jashtëzakonisht të detajuar për vendime dhe veprime të qeverisë në kundërshtim me kodin zgjedhor, për veprimet të qeverisë në kundërshtim me kodin zgjedhor, për veprime kriminale të cilat ndikojnë drejt për drejt në procesin zgjedhor. Të gjitha grupet kriminale në qarqet kryesore janë të lidhura me strukturat e Partisë Socialiste, të dirigjuara prej tyre për të intimiduar votuesit, për blerë votat dhe padyshim për të grabitur zgjedhjet. Dhe këtë pikpamje mendoj që është shumë e rëndësishme në nivelin qendror të opozitës, por edhe në nivelin lokal, që të organizohet një marrëdhënie e shëndosh me qytetarët, edhe me ligjin, por edhe me faktorin ndërkombëtar për të penguar manipulimin e zgjedhjeve nga ana e Edi Ramës. As më shumë dhe as më pak, Edi Rama dhe Vučići janë në të njëjtin playbook i tonë amerikanë, në njëjtin lloj libri për sa i përket orientimit të zgjedhjeve dhe mënyrës se si i perceptojnë ato. Edi Rama nuk njeh dhe nuk do të vlerësojë votën e qytetarëve, padyshim për të ajo që blen është manipulimi dhe kontrolli i pushtetit. Ky është momenti më i rrezikshëm. Nuk është se fiton Edi Rama zgjedhjet, nuk i ka fituar ndonjëherë Flavio. Sepse Edi Rama ka manipuluar me ndryshimet kushtetuese, ka manipuluar me parlamentin. Raporti i OSBE-Odirit flet për blerje dhe intimidim votash, raporti i OSBE-Odirit thot përdorimi i administratës si makineri elektorale, patronazhizmi është një sistem ku Partia Socialiste ka marrë autoritetin e institucionet të shtetit, jo vetëm qeverisë, për të kontrolluar dhe intimiduar votuesit nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm, ashtu siç ka filluar dalë dhe jashtë territorit të Shqipërisë në shkelje me ligjin për të intimiduar apo për të manipuluar zgjedhjet e diasporës. E kuptoj. Ndërkohë